Selamu alaikum. A lejohet bashkimi i xumos me ikindin? Pra në lidhjen e namazëve. Di namaze si që lidhen dreka dhe ikindia dhe akshami dhe jacia. Përken për udhëtarin. Si shtregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastin e shiut, kur ka ra shi dhe kanë qenë në xhami e kanë fal drekën, e ka lidh me ikindin. Ndërsa, nëse ka ra shi dhe kanë qenë në shtëpi, muezinin pejgamberi Allahut kur e ka dërgu, pasi e ka përfundu ezanin, ka thonë sallu fi rihalikum, falne në vendin e tuaj apo në shtëpit tuaj. Pra lidhja e namazeve drekës dhe ikindis lejohet, dhe lidhja e namazit akshamit dhe jacies lejohet. Ndërsa në ditën e xumë, nëse je udhëtar apo shi, apo edhe në rast specifik të veçantë donjëherë, që transmeton Abdullah ibn Abasi, që këta ditë e ka nxjerrë Imam Muslimi sahihun e tij, që pejgamberi Allahut e ka bashku di namaze pa qenë në udhëtim dhe pa qenë kohashi. Pra në raste specifike, dhe Sheikh Abdul Qadir Nautin e pyetshmi ne për këtë ditë dhe thoshmi, a ban me lidh dënjer namazin drekën me ikindin apo akshamin me yacin dhe kur? Pra kur është kohashiut e kuptojmë. Dhe kur jemi në udhëtim, mirë po, nëse si e as udhëtim, as kohashi, tha ban ndonjëherë. Si për shembull, tha den pazar me gruan, edhe ther akshami, s'ke ku më fal, atëre bashkon me yacin. Kështu na thoi Sheikh Abdul Qadir Arnauti rahimahullah. Për këtë arsye, pa lidhja namazeve është e vërtetë, është me argumente të shumta të vërteta. Mirë po. Lidhja e xumos me ikindin s'ka kur një far argumenti. Për këtë arsye, edhe pse ka di mendime dietarëve, unë anoj të mendimi se nuk lejohet lidhja e xumos me ikindin për shkak mungesës së argumentit. Nuk transmetohet prej dikur që e ka lidh xumon me ikindin. Pra në ditën e xumon anoj të mendimi se nuk lejohet lidhja e xumos me ikindin. Pra nëse je udhëtar dhe ke fal xumon, atëre pret që ikindin e fal në kohën e vetëm në rast specifik. Allahu, Allahu,